Mirlind Daku është sulmuesi më në formë kombëtares. Golat e tij me Rubin Kazanin kanë bërë që klube nga Spanja dhe Italia të interesohen, siç presidenti i klubit rus, Marat Safiollin, ka konfirmuar. Në Rusi kanë zbuluar se po punohet me ngulm për rinovimin e kontratës së Dakut. Sulmuesi shqiptar ka edhe një vit të mbetur, ndërsa për të përmbushur interesat e klubit është i nevojshëm rinovimi. Paga e Dakut raportohet të jetë 700.000 euro, shuma e kërkuar prej tij për rinovimin, 2.2 milion euro, nuk është aprovuar nga Rubin Kazani, që ofron 1.6 milion euro plus bonus. Klubi rus kërkon të arkëtojë 10 milion euro nga shitja e kartonit të Dakut. Ofertat për të kanë shkuar ndërkohë deri në 7.5 milion euro gjatë merkatos së dimrit. Rubin Kazani ofroi nga Osijek për 1.2 milion euro para 2 vitesh. Ky transferim rezultoi i duhur pasi Daku është ndër liderët e skuadrës. Të gjitha shifrat e përmendura më sipër pritet të pasojnë transferimin e bujshëm në merkaton e verës.